Ulëricia që trondit industrin nuk është një motori, por një njoftimi. Scania sapo ka zbuluar letrat e saj për vitin 2026 dhe, miq, nuk erdhën për të luajtur. Po lëshojnë në ring makineri që nuk janë një përditësim i thjesht, janë një ridizajnim i rregullave. Por në këtë lojë, klasikat nuk dorëzohen. Sot do të bëjmë një rrugtim unik, duke përzier titanët e rinj sapo të konfirmuar me mbretërit aktual të rrugës që ende bëjnë të dritet asfalt. Nga vendi 18 të i pari, të tregojnë pse të gjithë, nga Mercedes deri te Volvo, por i shikojnë planet e tyre. Kjo është një deklarat lufte me rrota. Numri 18. Scania P-Series. Duke hapur listën tonë është punëtori pa lodhur. Ai që rrallëherë shfaqet në broshurat magjepse, por që është absolutisht i domosdoshëm në zemër të qyteteve dhe zonave industriale. Scania P-Series është specialisti urban dhe i shërbimit të ngurtë par excellence. Me një kabinë kompakte dhe akses të ulët, ai ofron një shikueshmëri të jashtëzakonshme në mjedise të mbingarkuara dhe një manovrueshmëri që kamionët më të mëdhenj do ta kishin zili. Nuk është projektuar për autostradë, por për rrugtimin e vazhdueshëm midis qendrës së shpërndarjes dhe dyqanit, për mbledhjen e mbetjeve ose për shërbimin në vepra me hapësirë të kufizuar. Ofrohet me një gamë motorësh me 4 dhe 6 cilindra të përmasuar në mënyrë të përsosur për këtë përdorim, ku akselerimi nga vendi dhe efikasiteti në cikle të shkurtra janë kyç. Ndërtimi i tij është i thjeshtë dhe i fortë, duke i dhënë përparësi aksesit të lehtë te komponentët për një mirëmbajtje të shpejtë dhe duke minimizuar kohën e jo produktivitetit. Në një botë të obsesionuar me distancën e gjatë, P-Series është një kujtesë se transporti fillon dhe mbaron në miljen e fundit, dhe në atë territor, ky kamion është një mbret i heshtur dhe efikas. Numri 17. Scania L-Series. Nëse P-Series dominon qytetin, Scania L-Series është vëllai i tij më i madh i farkëtuar në Balltë dhe Zavor. Ky është mjeti i gjithë terrenit i ndërtimit par excellence. Kamioni që gjen në miniera, në ferma të shtrira, ose duke dërguar materiale në vepra me rrugë që janë pak më shumë se brazda në tokë. Karakteristika e tij më dalluese është kabina e tij, e montuar mbi një shasi rezistente me një suspension të projektuar për të thithur goditje brutale. Pozicioni i drejtimit është i drejtë dhe ofron një kontroll total mbi mjedisin e vështirë. Motorët e disponueshëm, shpesh robusi DC09 me 5 cilindra ose DC13/6, janë të akorduar për të dhënë një torkë masive në rrotullime shumë të ulta, yaft për të tërhequr ngarkesa të rënda në përpjerësi të ballta. Transmisioni OptiCruise plotësohet me modalitete jashtë rruge dhe akset me bllokim të diferencialit janë opsione të zakonshme. L-Series nuk ka luks të panevojshëm. Ka shufer mbrojtëse, fenere të përforcuar dhe një shasi që mund ta pastrosh me një zor me presion të lartë. Është një mjet i pastër, i ndërtuar jo për efikasitet në autostradë, por për mbijetesë dhe produktivitet në vendet ku asfalti është një ëndër e largët. Numri 16. Scania 410. Ngjitemi një shkallë drejt rrugës me kaljen e punës par excellence të shpërndarjes rajonale dhe transportit të përgjithshëm të distancës së mesme. Scania 410 përfaqëson pikën optimale të gamës aktuale. Motori DC3 me 6 cilindra dhe 410 kuaj ofron një kombinim të përsosur të fuqisë së aksesueshme dhe një efikasiteti të lëndës djegëse të shkëlqyer, ideal për rrugë që përziejnë autostradën me ndalesa të shpeshta. Kabina G ofron një hapësirë pune të rehatshme dhe funksionale, pa teprimet e serive superiore, por me një nivel komforti më se të mjaftueshëm për ditë të gjata. Ky është kamioni që zgjedhin njëra transportues dhe flota për punë të parashikueshme dhe fitimprurëse. Besueshmëria e tij është më se e provuar dhe kostoja e tij totale e pronësisë është një nga më konkurrueset në treg. Nuk është më i fuqishmi, as më luksozi, por është ndoshta më i ndjeshmi. Është shtylla kurrizore ekonomike e transportit evropian, një makinë që bën punën e saj ditë pas dite pa bujë, duke grumbulluar kilometra dhe fitime me një rregullsi të lakmueshme. Numri 15. Scania 2026. Këtu bëjmë ndalesën tonë të parë në të ardhmen e konfirmuar. Scania Super nuk është një kamion konvencional. Është një koncept rimorkioje i tonazhit të lartë, i prezantuar si zgjidhja për vepra gjigante, miniera në qiell të hapur dhe transportin e komponentëve industrial të jashtëzakonshëm.
Ajo që Scania parashikon për 2026 me këtë Monster është një automjet modular deri në 90 ton peshë totale, i shtyr nga motori i saj më i madh, ai 6B10 litra dhe V8, por me një transmision dhe një sistem aksesh plotësisht të ridizajnuar për të përballuar stresin ekstrem. Kabina është një fortesë me një shikueshmëri panoramike mbi ngarkesën e jashtëzakonshme. Inovacioni kyç është në arkitekturën e shasisë së tij, që lejon konfigurime deri në 10 akse, duke shpërndar peshën në mënyrë optimale për të mbrojtur infrastrukturën. Ky koncept shpall qëllimin e Scania për të rrëmbyer një segment tradicionalisht të dominuar nga marka të specializuara. Nuk është për të gjithë, por vetë ekzistenca e tij tërem tregun, sepse tregon se Scania është e gatshme të projektojë zgjidhje për çdo tonazh, në çdo terren. Numri 14. Scania Det. Kthehemi në të tashmen me bishën e gjithë terrenit më ekstreme që Scania ofron sot. Scania DT nuk është vetëm një L-Series me shtesa. Është një familje e plot automjetesh të projektuara nga baza për kushtet më armiqësore të planetit. I disponueshëm në konfigurime pune, pëlltarie, zjarr fikse ose madje petroliere, DT karakterizohet nga mbrojtjet e tij integrale prej qeliku në pjesën e përparme, të poshtme dhe anësore, të afta për të përballuar goditje gurësh ose trungjesh. Sistemet e tij të ventilimit dhe filtrimit të ajrit janë të përgatitur për pluhur ekstrem ose kushte arktike. Motorët, gjithmonë me tork të lartë, mund të vinë me parangrohës për të ndezur në 40 gradë nën zero. Është kamioni që dislokohet në katastrofa natyrore, që nxjerr dru nga pyjet nordike ose që furnizon platformat në shkretir. Besueshmëria e tij nuk është një opsion, është një kërkesë mbijetese. DT tregon se forcia e Scania nuk është marketing, është një inxhinieri e provuar në ferr, dhe ajo trashëgimi ushqen besueshmërinë e të gjitha projekteve të saj të ardhshme ekstreme. Numri 13. Scania R450. Në vendin 13, gjejmë ndoshta kamionin më të ekuilibruar dhe më popullor për distancën e gjatë ndërkombëtare në gamën aktuale. Scania R450 është mishërimi i filozofisë së efikasitetit të markës. Monton motorin DC33 me 6 cilindra dhe 450 kuaj, që së bashku me sistemin e parashikimit të Scania dhe transmisionin OptiCruise vendos standardin e referencës në konsumin e lëndës djegëse për klasën e tij. Kabina R, veçanërisht në versionin e saj Highline, ofron një hapësirë jetese gjigante, me një krevat të gjerë dhe një magazinim të shkëlqyer, të projektuar që shoferët të kalojnë javë në rrugë me komfort total. Ky model është i preferuari i flotave të mëdha të transportit të përgjithshëm për një arsye. Ofron koston operative më të ulët pa sakrifikuar komfortin e shoferit, as kapacitetin për të mbajtur mesatare të larta në autostradë. Është një makinë për të bërë para kilometër pas kilometri, një dëshmi se në transportin modern, fuqia e vërtet matet në litra të kursyer për çdo 100 kilometra. Numri 12. Iri Scania Citywide për 2026. Scania nuk mendon vetëm për kamion. Njoftimi i saj për 2026 përfshin një goditje mjeshtrore në transportin publik urban. I riu Scania Citywide, BV, është një autobus plotësisht elektrik që synon të ripërcaktojë lëvizshmërinë në qytete. Bazuar në një platformë modulare baterish, ofron autonomi që mund të kalojnë 300 kilometrat, mjaftueshëm për një ditë të plotë shërbimi në shumicën e rrugëve urbane. Ngarkimi i tij mund të realizohet me pantograf në ndalesat përfundimtare ose me lidhje gjatë natës. Por ajo që është më mbreslënëse është integrimi i sistemeve të tij. Scania e ofron këtë automjet si pjesë të një ekosistemi që përfshin software të menaxhimit të flotave për të optimizuar rrugët dhe konsumin energjetik dhe stacione ngarkimi inteligjente. Për bashkitë dhe operatorët e transportit publik në një presion gjigant për të reduktuar emetimet dhe zhurmën, kjo nuk është vetëm një opsion më shumë, është një zgjidhje çelësa në dorë. Duke e prezantuar tani për 2026, Scania po i thot të gjithë tregut të transportit kolektiv se e kanë zgjidhjen gati, të shkallëzueshme dhe të provuar. Është një lëvizje që tremb për nga plotësia e saj. Numri 11. Scania 8650. Arrim të porta e klubit ekskluziv, Scania. 8650 është hyrja në legjend. Ky motor prej 6B10 litrash me 650 kuaj dhe 3200 Nm tork është shumë më tepër se një specifikim.
është një simbol statusi, një tingull i rënd që bën të dridhet asfalte dhe një ndjesi shtutjeje të pafundme që pak motor në botë mund të barazojnë. I disponueshëm në serit R dhe S, ky kamion është për shoferin që nuk negocion me fuqinë, për operatorin që ka nevojë për atë teprim kapaciteti për të tërhequr ngarkesa kritike në përpjerësit më të këqija, me një margjinë sigurie gjigante. Edhe pse konsumi i tij është më i madh, kapaciteti i tij i punës dhe jetëgjatësia e tij janë legjendare. Të posedosh një V8, madje edhe në versionin e tij të hyrjes, është një deklaratë qëllimesh. Është të pranosh se numrat e ftohtë nuk janë gjithçka, se përvoja pas timonit, ajo besueshmëria absolute ku shkel akseleratorin, ka një vlerë të paprekshme. Ky motor është ura emocionale midis efikasitetit pragmatik dhe pasionit të pastër për inxhinierin, dhe për këtë arsye meriton një vend këtu. Numri 7. Scania G Series Hybrid 2026. Mbëdim këtë kapitull të parë me bastin më inteligjent dhe më të heshtur të Scania për të ardhmen e menjëhershme. I riu Scania G Series Hybrid, i konfirmuar për 2026, nuk kërkon të thojë rekorde autonomie elektrike, por të zgjidh një problem shumë konkret. Është një hibrid dizel elektrik paralel i projektuar për operacione shpërndarje urbane dhe rajonale, ku ciklet e ndalimit dhe nisjes janë konstante. Sistemi lejon qarkullimin në modalitet plotësisht elektrik, pa emetime dhe në heshtje, në zona rezidenciale ose qendra qytetesh, ndërkohë që motori dizel, një efikas me 4 ose 6 cilindra, hyn në punë për qarkullimin në rrugë ose për të ringarkuar baterit. Avantazi është i dyfisht. Nga njëra anë, plotëson rregulloret e emetimeve zero në bërthamat urbane gjithnjë më kufizuese. Nga ana tjetër, ofron një kursim të lëndës djegëse substancial, duke rikuperuar energji në frenime dhe duke shmangur që motori dizel të punojë në pikën e tij më jo efikase. Ky kamion nuk është revolucionar për teknologjinë e tij, por për aplikimin e tij praktik. Është përgjigja e Scania ndaj një tregu që ka nevojë të elektrifikohet, por që nuk mund të marrë përsipër kostot dhe kufizimet e një elektriku të pastër. Mbërritja e tij shpall se tranzicioni do të jetë gradual, inteligjent dhe mbi të gjitha fitimprurës që nga dita e parë. Deri këtu, baza solide dhe surprizat e para të së ardhmes. Por Scania ruan armët e saj më vdekjeprurëse për pjesën më të lartë të renditjes. Ajo që vjen tani nuk janë vetëm kamion, janë deklarata parimesh mbi fuqinë, autonominë dhe supremacionin teknologjik. Përgatitu sepse Top 9 është gati të ripërcaktojë gjithçka që besoje se dije. Numri 9. Scania 730. Duke inauguruar elitën, gjejmë atë që shumë e konsiderojnë kamionin e rrugës të përsosur të botës aktuale. Scania 730 nuk është vetëm një automjet. Është një ekosistem efikasiteti dhe komforti ekstrem. Në balin e tij, mban motorin 13 litrash dhe 6 cilindra në linjë, që me 730 kuaj nuk është më i fuqishmi në letër, por po, ndoshta më inteligjenti. I shoqëruar me sistemin e parashikimit të Scania dhe transmisionin OptiCruise, ky motor dërgon një efikasitet të lëndës djegëse që kufizohet me magjin në distanca të gjata. Por revolucioni vërtet është në kabinën e tij. Scania S Streamline, me dyshemene saj plotësisht të sheshtë, ofron një banueshmëri që ripërcakton konceptin e shtëpisë mirota. Lartësi të brendshme që kalojnë 2 metrat, krevate me përmasa pothuajse martesore, kuzhinë të plotë dhe një heshtje në shpejtësi të lartë që rivalizon me një salon. Është kamioni zgjedhur nga flotat më kërkuese dhe shoferët që kalojnë muaj në rrugë. Nuk bërtet me fuqi të papërpunuar, pëshpërit me autoritetin e dikujt që e di se është më i miri në shtërimin e dizelit në kilometra dhe kilometrat në komfort. Është mbreti pa diskutueshëm i autostradës moderne dhe vetë ekzistenca e tij vendos standardin që të gjithë të tjerët, përfshirë të rinjt, do të përpiqen ta tejkalojnë. Numri 8. I ri Scania Acel 2026. Këtu është vendi ku Scania e bën të qartë se vizioni i saj shkon shumë përtej shoferit. Scania Acel nuk është një kamion në kuptimin tradicional. Është një automjet autonom pa kabinë, i prezantuar si koncept për aplikime minerare dhe gurore. Kjo makinë është basti më i guximshëm dhe literal për automatizimin. Pa hapësirë për një njeri, dizajni i tij optimizohet për ngarkesën e dobishme, jetëgjatësinë dhe integrimin me sisteme të kontrollit në distancë.
Përdor një grup sensorësh lidar, kamera dhe radar për të lundruar në përmjedise të paracaktuara, por ekstremisht të vështira, duke transportuar mineral në mënyrë të vazhdueshme 24 orët e ditës. Shtytja e tij mund të jetë dizel ose hibride, por truri i tij është plotësisht digjital. Mesazhi i Scania me Acel është i dyfisht. Së pari, që dominojnë teknologjinë e perceptimit dhe lundrimit autonom për mjedise të mbëllura. Dhe së duti, që janë të gatshëm të rishpikin rrajnësisht formën e automjetit kur aplikimi e lejon. Ky koncept nuk trem për shitjen e tij të mënjeshme, por për atë që shpall. Scania po i thot industrisë minerare, dhe si rrjedhoja saj të ndërtimit të rënd, se armja e produktivitetit ekstrem nuk ka timon. Është një deklarat që bën të driven prodhuesit e specializuar dhe përshpejton garën drejt automatizimit total në sektor kyç. Numri 7. Scania. 650. Kthehemi në të tashmen me një nga objektet e dëshirës më të pastra të rrugës. Scania. 650 është bisha e rrugës par excellence. Bashkimi i përsosur midis zemrës V8 legjendare dhe kabinës premium të serisë R. Ky motor, 16 litrash me 650 kuaj dhe 3300 Nm tork, ofron një përvojë drejtimi sensoriale të pashoqe. Tingulli i tij, i rënd dhe autoritar, është një kolonë zanore për rrugën. Shtutja e tij, e disponueshme që nga rrotulimet shumë të ulta, i shndërron ngjitjet më të gjata në një shtitje. I montuar në kabinën R Highline, krijohet një shenjtërore luksi funksional. Shoferi shijon fuqinë absolute të mbështjell në një hapësirë jashtëzakonisht të rehatshme dhe të pajisur mirë. Ky kamion është zgjedhja e pronar shoferit kërkues, e transportuesit të mallrave të rënda ose speciale që ka nevojë për atë teprim kapaciteti dhe atë prestizh. Përfaqëson kulmin e erës së dizelit të orientuar drejt kënaqësisë së drejtimit. Në një renditje emocionesh të pastra, do të ishte shumë më lartë. Prezenca e tij këtu tregon se edhe përballë ortekut të noviteteve elektrike dhe autonome, kombinimi i një motori gjigant me një kabinë luksi vazhdon të jetë një argument shitjeje i pamposhtur për një segment kyç të tregut. Është një kujtesë se shpirti mekanik ende rre me forcë. Numri 6. Iris Scania Fulgor. 2026. Me vendin 6, Scania qëllon direkt në zemër të premtimit të madh të transportit të rënd të distancës së gjatë pa emetime. I riu Scania Fulgor H2 është konfirmimi zyrtar i kamionit të tij të parë me pil karburanti hidrogjeni projektuar për autonomi të rrezeve të gjata. Ky nuk është një koncept i paqartë, është një njoftim produkti për 2026. Scania premton një automjet që do të kombinojë rezervuar hidrogjeni me presion të lartë me një pil karburanti të gjeneratës së re dhe një bank baterish buffer. Avantazhi kyç është furnizimi i shpejt, i krahasueshëm me dizelin dhe një autonomi që mund të kalojë 800 km, diçka e paarritshme për një elektrik të pastër me teknologjinë e baterive aktuale. Fulgor H2 do të drejtohej fillimisht në rrugë kryesore midis nujeve logjistike, ku mund të dislokohet infrastrukturë hidrogjeni të gjelbër. Lancimi i tij është lëvizja që më shumë shqetëson konkurrencën, sepse sulmon femrën e akilit të elektrikëve të pastër. Duke konfirmuar këtë zhvillim, Scania nuk po mbulon vetëm një bast, po tregon në rrugën që beson se është më e mundshme për të dekarbonizuar transportin e mallrave të distancës së vërtet të gjatë. Është një goditje mjeshtërore strategjie që thotë: ne jo vetëm që kemi elektrik, kemi zgjidhjen për atje ku elektrikët nuk arrijnë. Ky kamion është përgjigja konkrete ndaj sfidës më të madhe të elektrifikimit, distanca e gjatë. Fulgor H2 nuk varet nga bateri të rënda që kufizojnë ngarkesën e dobishme, por nga hidrogjeni i gjelbër i shtëruar në elektricitet në bord. Premtimi i tij është dërmues, furnizim në minuta dhe një autonomi që rivalizon me dizelin, duke kaluar 800 km. Me këtë lancim, Scania sulmon direkt segmentin kryesor të mallrave, një zonë që elektrikët e pastër nuk mund ta prekin ende. Është një lëvizje strategjike që tregon se basti i saj për dekarbonizimin nuk ka një rrugë të vetme, por të gjitha njëherësh. Konkurenca duhet të mbajë shënim, e ardhmja e transportit të rënd të ultradistancës së gjatë mund të mos ketë prizë, por një zor hidrogjeni. Numri 5. Scania. 8770. Arrin të pinakulli absolut i asaj që mund të blesh dhe të drejtosh sot. Scania V8
770 është makina më e fuqishme e prodhuar në serinë e Evropë, dhe Scania e ka mbështjellë në ambalazhin e saj më luksoz. 770 kuaj dhe 3700 Nm tork konvergojnë në një motor V8 që është një vepër arti e inxhinierisë së saktë. Ky nivel fuqie nuk është vetëm për të mburur, është për punë specifike të tonazhit të lartë në shtete me rregullore lejuese ose për operator të transportit special që vlerësojnë çdo sekond të kursyer në qafa malesh. Por ajo që e bën special këtë kamion është shtëpia e tij. Kabina S-Streamline në konfigurimin e saj më premium është apartamenti më ekskluziv mbi rrota. Materiale të cilësisë më të lartë, një krevat me përmasa të jashtëzakonshme, sisteme info argëtimi të gjeneratës së fundit dhe një izolim akustik që e zhderon ulimën e V8 në një pëshpërim të largët. Drejtimi i këtij kamioni është të përjetosh autoritetin maksimal. Është kombinimi përfundimtar i fuqisë brutale dhe rafinimit ekstrem, një simbol që Scania mund të dominojë të dy skajet e spektrit. Është mbreti aktual, modeli që të gjithë të tjerët e shohin me një përzierje respekti dhe zilie. Ky është pinakulli i prekshëm, krenaria e suedis mbi rrota që mund të blesh sot. 770 kuaj dhe 3700 Nm nuk janë shifra, janë një ndjesi fizike e autoritetit të pashok. Përtej fuqisë brutale, ajo që përcakton S770 është kapaciteti i tij për të mbështjellë atë forcë në një heshtje prej kadifeje dhe një luks absolut brenda kabinës Streamline. Është makina e zgjedhur nga ata që transportojnë ngarkesat më të vlefshme ose të rënda, ku teprimi i fuqisë është sinonim i sigurisë dhe margjinës operative. Përfaqëson majën e një ere, duke treguar se Scania mund të ofrojë një përvojë drejtimi të pakalueshme, ndërkohë që dominon numrat e torkës. Është mbreti aktual që shikon nga froni i tij pretendentët e së ardhmes. Numri 4. Airi Scania Nexus BEV Traktor 2026. Scania e di se elektrifikimi i pastër ka një fushbetej kryesore, shpërndarje në rajonale të rëndë. Për këtë, kanë konfirmuar të riun Scania Nexus BEV, një traktor elektrik i projektuar specifikisht për këtë detyrë. Ky nuk është një adaptim i një modeli dizel, është një platformë amtare elektrike që maksimizon kapacitetin e baterive, aerodinamikën dhe ngarkesën e dobishme. Detajet e rjedhura sugjerojnë një autonomi objektiv rreth 400 km me ngarkesë të plotë dhe një fuqi të vazhdueshme që kalon 500 kW, mjaftueshëm për të tërhequr gjysmë rimorkjo standarde në rreze rajonale. Inovacioni kyç do të ishte në sistemin e tij të ngarkimit, që do të lejonte një ringarkim ultra të shpejtë në instalimet e flotës gjatë periudhave të pushimit të detyrueshëm. Nexus BEV është i menduar për të qenë mjeti që zëvendëson mijëra kamion dizel në rrugë të parashikueshme midis qendrave logjistike dhe qyteteve, duke ofruar emetime zero dhe një kosto operimi drastikisht më të vogël. Duke emërtuar dhe duke i dhënë një identitet të vetin, Scania po i thot flotave të mëdha të pakicës, paketimit dhe ushqimit se zgjidhja e tyre elektrike serioze, jo një eksperiment, është në rrugë sipër. Është njoftimi që e kthen elektrifikimin nga një temë bisede në një plan veprimi konkret për një segment masiv të tregut. Elektrifikimi masiv kërkon mjetet e menduara për punën e rëndë, jo eksperimente. Nexus BEV është pikrisht kjo, një traktor elektrik amtare i projektuar nga zero për shpërndarje në rajonale të rëndë. Me një autonomi objektiv prej 400 km dhe një fuqi superiore ndaj 600 kuajve elektrik, është i menduar për të zëvendësuar direkt dizelet në rrugë përsëritse midis nyjeve logjistike dhe zonave metropolitane. Avantazhi i tij i madh është parashikueshmëria operative dhe një kosto mirëmbajtjeje rrënjësisht më e vogël. Duke i dhënë një emër dhe një qëllim të qartë, Scania po u ofron flotave të mëdha një udhërfies të qartë dhe të lirë nga emetimet për një segment që përfaqëson miliona kilometra ditor. Është elektrifikimi i zhderruar në mjet pune të besueshëm. Numri 3. Scania 25 litrave 8. Në podiumin e ndërprerësve gjejmë një gjevahir të së tashmes që mban çelësinë për një të ardhme pa fosile. Motori Scania prej 25 litrash dhe V8 nuk është për kamion rruge, është bloku detar dhe industrial më i madh i markës. Por rëndësia e tij është monumentale, sepse përfaqëson angazhimin e Scania me lëndë djegëse të rinovueshme. Ky motor është i certifikuar dhe optimizuar për të punuar 100% me biolëndë djegëse si HVO, vaj vegetali hidrotrajtuar.
Kjo do të thotë se mund të zhvillojë një fuqi kolosale, duke kaluar 1000 kuajt në konfigurime statike me një gjurmë karboni neto afër zeros. Ekzistenca e tij tregon se teknologjia e djegjes së brendshme nuk ka vdekur, por mund të rilind si pjesë e një ekonomie qarkulluese. Për aplikime ku energjia elektrike e baterisë është e pamundur, si në maune, gjeneratore emergjence ose makineri të minierave ultra të rënda, ky motor ofron një rrugë realiste drejt dekarbonizimit. Scania nuk e fsheh, e promovon. Është një mesazh i prerë për industrinë. Ne kemi zgjidhjen e fuqisë ekstreme për sot dhe është e pajtueshme me të nesërmen e qëndrueshme. Është një aktiv strategjik që forcon të gjithë imazhin e saj korporativ dhe diskursin e saj teknologjik. Me një botë që bërtet për fundin e fosileve, ky motor është prova e gjallë se djegja ka të ardhme. Giganti prej 25 litrash V8, i përdorur në aplikime detare dhe industriale, është i certifikuar për të punuar 100% me biolënë djegëse të avancuara si HVO. Kjo do të thotë se mund të gjenerojë më shumë se 1000 kuaj fuqi me një gjurmë karboni neto afër zeros. Nuk është një koncept, është një zgjidhje e disponueshme sot për sektor ku bateria është e pamundur, si lundrimi i brendshëm ose gjenerimi i energjisë. Scania e përdor si flamur të filozofisë së saj të neutralitetit teknologjik. Mesazhi është i fuqishëm. Qëndrueshmëria nuk kërkon të heqësh dorë nga fuqia ekstreme, vetëm të zgjedhësh lëndën djegëse të duhur. Numri D. IRI Scania Aurora platforma modulare 2026. Pikrisht para majës, gjejmë mbase njoftimin më inteligjent dhe me rezonancë më të madhe. IRI-u Scania Aurora nuk është një kamion, është një platformë modulare. Është arkitektura bazë mbi të cilën do të ndërtohen shumica e kamionëve Scania, duke filluar nga 2026. Ky ndryshim, që mund të tingëllojë teknik dhe i mërzitshëm, është në realitet më i tmeshmi për konkurrencën. Pse? Sepse një platformë modulare moderne lejon një efikasitet prodhimi bestial, duke reduktuar kostot dhe kohët. Por më e rëndësishmja, lejon një elektrifikim dhe një hibridizim amtare. Do të thotë se mbi të njëjtën shasi dhe strukturë baze, Scania do të mund të montojë me lehtësi relative një tren lëvizës dizel, një hibrid, një elektrik baterie ose madje një me pil karburanti. Personalizimi për klientin thjeshtohet jashtëzakonisht. Mirëmbajtja standardizohet. Aurora është sistemi operativ fizik i gamës së ardhshme Scania. Ta njoftosh tani, do të thotë t'i thuash botës se kompania ka përfunduar tranzicionin e saj të brendshëm, që është gati të shkallëzojë çdo teknologji që tregu kërkon, pa pasur nevojë të ridizajnojë gjithçka nga zero çdo herë. Është një lëvizje shahu në nivel korporativ që siguron shkaftësinë dhe fitimprurjen e Scania në dekadën e ardhshme, pa pasur rëndësi se çfarë lloji energjie do të përfundojë duke dominuar. Është ndërprerja e heshtur, ajo që ndodh në sallat e projektimit dhe në linjat e prodhimit, dhe është ajo që vërtet siguron dominimin e tregut. Ndërprerja e vërtet shpesh është e padukshme. Platforma Aurora nuk është një kamion që do ta shohësh në rrugë, është themeli mbi të cilin do të ndërtohen të gjithë të tjerët. Kjo arkitekturë modulare është goditja mjeshtërore strategjike e Scania. Lejon prodhimin në mënyrë të shkathë dhe fitimprurse të versioneve dizel, hibride, elektrike dhe hidrogjeni mbi një bazë të përbashkët, duke thjeshtuar prodhimin, mirëmbajtjen dhe personalizimin. Është përgjigja ndaj pasigurisë energjetike. Cillado qoftë lënda djegëse që fiton, Scania do të jetë gati për ta integruar shpejt dhe me kosto konkurruese. Kjo lëvizje siguron qëndrueshmërinë afatgjatë të gjithë gamës së saj dhe është, padyshim, lajmi që më shumë shqetëson ekipet e inxhinierisë së konkurrencës. E ardhmja ndërtohet që nga themelet. Numri G. IRI Scania Super 8-2026. Dhe arrim në maj në njoftimin që justifikon titullin e këtij video dhe që ka dërguar valë goditëse në për të gjithë industrinë. IRI Scania Super V8, i konfirmuar për lansimin e tij në 2026, nuk është një evolucion. Është një revolucion brenda cilindrit. Scania ka zbuluar se po zhvillon një gjenerat të re të motorit të saj V8 që do të thëjë të gjitha paradigmat. Specifikimet e projektuara janë pothuajse të vështira për t'u besuar. Një fuci që do të kalojë 800 kuajt, një tork që do t'i afrohet 4000 Nm,
Ve gjitha kjo me një përmirësim në efikasitetin e lëndës djegëse që mund të arrijë 8%, respektivisht ndaj vitit aktual prej 770 kuajsh. Si është e mundur? Tasethemet tregojnë për një kombinim teknologjish radikale. Injekcion i lëndës djegëse në presione, kur të para në një motor dizel rruge, një sistem turbokompresori me 2 etapa dhe gjeometri variabile të optimizuar, një menaxhim termik plotësisht i ri që redukton humbjet e energjisë, dhe ndoshta një grad hibridizimi të lehtë prej 48 voltësh për të asistuar sistemet ndihmëse dhe për të rikuperuar energji. Ky motor jo vetëm që do të jetë mbreti i fuqisë, synon të jetë edhe një referencë në efikasitet brenda kategorisë së tij ekstreme. Është gjevahiri i kurorës, demonstrimi suprem që Scania beson se motori me djegje të brendshme, veçanërisht në formatin e tij më epik, ka dekada jete përpara nëse rishpiket me teknologji të lartë. Është një goditje direkte në krenarinë e konkurrencës dhe një mesazh i qartë për klientët më kërkues. Nuk ka rëndësi se çfarë ndodh me rregulloret. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë motorin e kamionit më mbresëlënës të planetit. Kjo miq nuk është vetëm një novitet. Është një deklaratë supremacionie që trem të gjithë tregun. Që nga platforma që do të ndryshojë gjithçka, deri te motori që ripërcakton gjithçka, kjo ka qenë demonstrimi i forcës së Scania. Por ajo që vërtet do të thotë për ty, shofer, flot ose entuziast, është pyetja e vërtet. Nga besnikët P-Series deri te monstruozi Super V8 i së ardhmes, kjo listë është një udhtim nëpër ADN në Scania. Forci, inovacion dhe një obsesion për rendimentin. Mesazhi për 2026 është i qartë. Nuk mjaftohen me udhëheqjen, duan të dominojnë çdo segment, nga miniera më e thellë deri te autostrada më e shpejtë, me dizel, elektricitet ose hidrogjen. Nëse je nga ata që mendojnë se i kanë parë të gjitha, Scania sapo të vërtetoi se revolucioni sapo ka filluar. Cilin nga këta gjigant do të kishit më shumë frikë të gjenit në pasqyrën tuaj? Na e thoni në komente. Abonohuni dhe mos e humbisni zbërthimin e secilit prej këtyre monstrave. Deri herën tjetër, në korsinë e shpejtë të informacionit.